Kompania Saudite Aramco njoftoi zbulimin e 14 vendeve të reja të naftës dhe gazit natyror në të gjithë provincën lindore dhe shkretëtirë në gjerë të Rub Al Khali, duke shënuar një hap të rëndësishëm në përpjekjen e vazhdueshme të mbretërisë për të forcuar prodhimin e energjisë dhe për të diversifikuar rezervat e saj. Zbulimet përfshin 6 fusha nafte, 4 rezervuar gazi natyror, 2 fusha të pavarura gazi dhe 2 rezervuar shtesë nafte, sipas ministrit të energjisë Arabisë Saudite, princit Abdulaziz bin Salman. Giganti shtetëror i naftës konfirmoi se fushat e reja do të kontribuojnë me kapacitet shtesë në prodhimin e naftës bruto, ashtu dhe në atë të gazit natyror. Testet fillestare të prodhimit treguan rezultate premtuese. Prodhimi kombinuar nga fushat dhe rezervuaret të rinj të naftës ka arritur në 8126 fuqi në ditë të naftës së lehtë dhe të rëndë bruto arabe. Në frontin e gazit, prodhimi nga fushat dhe rezervuaret arriti mbi 2 milion kub standarde në ditë. Këto vëllime ndonë se nuk janë transformuese në izolim, pasqyrojnë një strategji më të gjerë të forcimit gradual të furnizimit vendas dhe ruajtjes së sigurisë afatgjatë të energjisë. Këto zbulime mbështesin objektiva strategjike të Aramcos për të mbështetur leadershipin energjetik të mbretërisë, duke rritur gjithashtu fleksibilitetin dhe qëndrueshmërinë operacionale, tha ministri i energjisë në një deklaratë. Saudi Aramco, eksportuesi më i madh i naftës në botë, vazhdon të investojë në eksplorim pavarësisht paqëndrueshmërisë së fundit në tregjet globale të naftës. Që nga fillimi i vitit 2025, mbretëria ka prodhuar afërsisht 9 milion fuqi naftë bruto në ditë, në përputhje me kufitë e prodhimit të rënd akord nga OPEC+. Këto zbulime të reja mund të japin Arabisë Saudite më shumë ndikim në negociatat e ardhshme dhe të ofrojnë mundësi për rritje të prodhimit kur kushtet e tregut ndryshojnë. Provinca lindore Breko është bërthama e industrisë së naftës së mbretërisë dhe lagja e zbrazët, Rub Al Khali, një nga rajonet më të pak eksploruara të shkretëtirës në tokë, mbeten qendrore për planet afatgjata të eksplorimit të Aramcos. Në veçanti, Rub Al Khali paraqet sfida të rëndësishme teknike për shkak të terrenit të ashpër, por gjithashtu mbar një potencial të madh të pashfrytzuar. Analistat e industrisë vërejnë se edhe zbulimet modeste të reja e ndihmojnë Aramcon të menaxhojë presionin e rezervuarit, të optimizojë përzierjen e naftës bruto dhe të zgjasë gjatësinë e fushave të vjetra, duke zhvendosur presionin e nxjerrjes. Ato gjithashtu përputhen me strategjinë më të gjerë të tranzicionit energjetik të Arabisë Saudite, që përfshin rritjen e prodhimit të gazit natyror për të zvogëluar varësinë vendase nga nafta për prodhimin e energjisë. Kjo liron më shumë naftë bruto për eksport. Ndërsa vëmendja globale përqendrohet gjithnjë më shumë tek energjia rinovueshme, njoftimi i fundit i Arabisë Saudite sinjalizon se hidrokarburët do të vazhdojnë të luajnë një rol qendror në ekonominë e saj. Vendi poziron gjithashtu infrastrukturën e gazit dhe po planifikon disa iniciativa për shndërrimin e gazit në lëngje si pjesë e vizionit 2030, planit të saj kryesor të diversifikimit ekonomik. Me këto zbulime, Saudi Aramco përforcon pozicionin e saj jo vetëm si një furnizues i besueshëm global i energjisë, por edhe si një kompani e aftë për të gjetur vazhdimisht burime të reja në një rajon në zhvillim e sipër. Shpimet e mëtejshme të eksplorimit dhe vlerësimit pritet të vazhdojnë gjatë gjithë vitit 2025.